në këtë ajet walillahi al-asmaul husna, Allahu të takojnë emrat më të bukur, fad'uhu biha, do të thënë luteni me to, me këta emra, do të thënë luteni dhe adhurojeni Allahun bas këtyre emrave. Pra, kur e di njeriu që Allahu dëgjon gjithçka, ta di se pra es-semi', se Allahu është gjithë dëgjuesi, pra dëgjuesi i gjithçkaje, ta di se Allahu i dëgjon të gjithë zërat, nuk i përzihen zërat Allahut, edhe i dëgjon gjithë njerëzit me kërkesat e ndryshme, edhe me gjuhë të ndryshme. Si ka thënë Allahu në hadith qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, do të thënë o robërit e mi, nëse të gjithë ju nga i pari deri tek i fundit, edhe njerëzit edhe xhinët, qamu fi sa'idin wahidin fasaluni, nëse të gjithë mblidhen në një vend, edhe të gjithë më luten njëkohësisht, fa a'taitu kulla wahidin minkum mas'alatahu, edhe secilit prej jush ja jap kërkesën e tij, ma naqasa dhalika min mulki shay'an, do të thënë kjo nuk do të më paksonte asgjë prej pushtetit tim. Pra qëllimi është se nëse të gjithë i drejtojnë Allahut me kërkesa të lloj-llojshme, të ndryshme, edhe në gjuhë të ndryshme dhe me mënyra të folurit të ndryshme, të gjithë ata i përfshin Allahu subhanahu wa ta'ala me dëgjimin e tij, ose gjithashtu shikimi al-basir, do të thënë se Allahu është gjithë shikues, sheh çdo gjë, edhe sheh atë që është e dukshme dhe atë që është e fshehtë për njerëzit, edhe atë që është brenda në zemrat e njerëzve, është e dukshme për Allahun subhanahu wa ta'ala.